Jemi në pjesën e fundit të The Voice of Albania. Beteja e fundit e kryqëzuar është me skuadrës së Alma Bektashit dhe Gencis Aliut. Në fakt do të filloj Alma sepse asaj takoi të përzgjidhej e para në Globin me Gogla dhe do të vi të këndoj këtu në skenë Ina. Shohim klipin e saj. Nisin nga gjitha mamat që kanë ardhur në The Voice, mami jot Ina është më simpatikja që tek fakti që u bë partnerja ime e kërcimit në kohën që ti ishe tek audicionet e fshehura, më tregon të drejtën. Çfarë të kanë thënë në shtëpi pasi pana atë momentin që ti kërceje ashtu me mua? Po të drejtën ama. Në fakt, nuk është duke keq në sytë pak të vëllezërve, motrave të mia, se ato janë ato që sepse unë jam më e vogla në familje. Edhe ty të përkëdhelje. Por vllai isha duke mirë. Shiko, kështu ndodh. Kur je ti dhe nëna jote merr më shumë vëmendje se ty. Kështu mos ngili hatri fare. Na thonin sot kur po dilim sot nga shtëpia, ishin ca komshi të mbledh. Edhe filluan si gjithmonë se jemi mësuar tani. Më e mirë ëma se e bia këndonin të gjitha. Po nuk është hera e parë që më ndodh sa herë dalim bashkë, që kam vendosur mos ta marr më me veten. Se më merr famën. Jo, sa fëmijë jeni ju? 4. 4 fëmijë. Ti je më e madhe. Që në një familje të madhe, është e vështirë që të ndjehesh e veçantë? Të ndjehesh e veçantë, jo, sepse neve kemi pasur prindër që gjithsecilin prej nesh që kanë bërë të ndihet i veçantë. Na kanë ndjekur në për talente të ndryshme, unë me muzikën, motra, vëllezrit, vllajën kam pasur në shkollë baleti. Mua më ka pëlqyer gjithmonë tek fëmijët e mi që të jenë talentuar, por këtë jam munduar të ec nga mrapa gjithë fëmijëve, por që Ina më ka befasuar komplet, sepse Inën unë e kisha çak kultivuar që ajo të kujdeset për më të vegjëlit, bëhet me këmbë në tokë, një grup familjar, bëhet një nënë, më këtë kam kultivuar unë te Ina, sepse e kam pasur krah djathtë për gjithë jetën. Me thënë të drejtën, saj Inës unë kam ecur përpara për të krijuar atë ekonominë e familjes, për ndërtuar etj. Edhe ndjehem shumë krenare për Inën. Ka kaluar sidoqoftë një 2 javësh jo të mirë fizikisht Ina, domethënë vazhdon të jetë ende kështu me probleme me zërin, apo jo? Po, kalova një ftofje. Tani mamat janë gjithmonë pavarësisht se çfarë të thot mjeku, mamat janë me këto, nuk e di si është mamaja jote, po me këto kurimet popullore të llojit lëng qepe, vez, esëll në mëngjes, vër të tregoj një sekret, sekreti. Sot kam pirë, sapo u zgjova, kam ngrënë një lugë të madhe me mjalë, kam pirë një vez. E ke pirë një vez, kam pirë gjysmë gote lëng qepe dhe një gotë qumësht. Edhe prandaj ndoshta nuk jam kaq mirë, sa duhet ti. Një kompozim shumë interesant. Megjithatë po bëjmë shumë sporte që Ina ta kaloj. Çfarë këngë do këndojmë ne sonte sidoqoftë? Me zë të ikur, pa zë të ikur, po do e këndojmë dhe do këndoj mirë? Normalisht, i bëj thirrje zërit tim kudo që ndodhe që të kthehet, sepse më duhet sonte me patjetër, duke qenë se kam një këngë goxha të vështirë. Ki kujdes të pjesa kur te ura, ki kujdes, hyn sigurt. Kjo këngë është e qept për ty. Është kënga Rise Up e Andra Day, një këngë ndryshe, e cila nxjerr në pak karakteristikat e zërit tim, duke filluar nga notat e poshtme, zërin e kokës, kalimet, fuqinë e zërit. Kam përshtypjen se do të jetë një ndër performancat më të bukura që un kam pasur në Voice, edhe pse me një zë mos kokçarës që nuk pranon të kthehet, me sa duket. Un kam qenë e bekuar që në ekipin tim ka hyrë një zë kaq i bukur si Ina. Ina duhet votohet patjetër, është një nga zërat që premton shumë, sidomos në tregun muzikor shqiptar.
silence isn't quiet, and it feels like it's getting hard to breathe when you're feeling like you're dying. But I promise we'll bring the word to his feet. Move mountain, bring it to his feet. Move mountain. I rise up, rise like the day. I rise up, I rise unafraid. I rise up, and I do it 1,000 times again. For you, for you, all we need is hope, for that we have each other, for that we have each other. We will rise, we will rise, we will rise. Oh, we will rise. I rise up, rise like the day. I rise up in spite of the ache. I will rise 1,000 times again. We rise up, rise like the day. We rise up in spite of the ache. We rise up and we'll do it 1,000 times again. For you, for Ina. A je lumtur që ja dole? Shumë e lumtur. Okej, jemi bon me kohën, kështu që ju lutem sa më shkurt me komentet, po e nis me Jonidën. Faleminderit Tina që na çove në një dimension tjetër, kaq të bukur, kaq artistik, ke një ngjyrë vokale që gjithmonë të mahnit. Bravo të qoftë. Si driti. Atëherë, çfarë kthesash emocionale, çfarë kontrastime që i bëndi me vokalin tënd? Më kishte thënë Alma që me të vërtetë je shumë e mirë, por me sa duket 2 javë smundja ka bërë punën e vet. Bravo qoftë. Genci, ju lutem më ngrini pak volumin në studio. Genc. Sidomos të pasazhet e qeta, Ina ka një karakter aq të mirë, aq melankolik edhe kaptivues, sa është kënaqësi me ndëgju gjithmonë. Jam kurios si do ta kërcente mami jot këtë që këndove ti sonte. Alma. Ina është artiste e kompletuar. Ka një vokal fenomenal, një zë ultra modern për ditët e sotme, është nuk e di, vjen nga vitet e 50-a me pamje, po me zërin të mahnit. Ina, faleminderit që në audicionet e fshehta më ke zgjedh mu. Faleminderit. Votojnë e Inër nëse ju ka pëlqyer duke dërguar me mesazh emrin e saj, thjesht Ina Tregërma në 56666 nga Shqipëria, 550999 nga Kosova. Faleminderit Ina, vajzë modeste, ikëm përpara se t'ja them unë.